Ka udhëtime që nisin si një rrugtim dhe përfundojnë si një përjetim. I tillë është udhëtimi drejt planit të Pultit në zemër të Dukagjinit, aty ku natyra, historia dhe tradita bashkohen në një mozaik të rrallë shqiptar. Udhëtimi nga Shkodra bëhet përmes një rruge të ngushtë, por të asfaltuar. Mund të konsiderohet një ndër rrugët malore më atraktive, pasi përgjatë 37 kilometrave deri në plan, do të shoqërohesh vazhdimisht nga Lugina e Kirit. Çdo udhëtar i këtyre anëve, një ndalesë fillimisht e bën në fshatin Prekal. Ai konsiderohet një prej portave hyrëse të kësaj treve magjepse. Mes maleve të larta dhe ujrave të Kirit, Prekali ruan ende bukurinë e një vendi që natyra e ka bekuar me gjithçka. Pak më tej e fshehur mes shkëmbimeve dhe legjendave, gjendet shpella e Zhylës, një nga mrekullitë natyrore më pak të njohura të zonës. E mbuluar nga misteri dhe heshtja e shekujve, ajo mbetet një thesar që pret të zbulohet nga turistët dhe studiuesit. Por krahas bukurive, rruga të kujton edhe plagët e kohës. Shumë shtëpi të mbyllura, obore pa zërat e fëmijëve dhe ara të lëna djerë tregojnë historinë e dhimbshme të braktisjes së fshatrave malor. Dikur këto anë gumëzhinin nga jeta. Sot shumë familje kanë mbetur larg, ndërsa vendlindja pret rikthimin e bijve të saj. Megjithatë, Dukagjini nuk e humb kurrë shpirtin. Së bashku me ne u thonin edhe artistë popullor, të cilët mes kthesave të rrugës nxorën çiftelit. Tingujt e tyre u përzien me zhurmën e Kirit dhe me jehonën e maleve. Këngët për vendlindjen, trimërinë dhe dashurinë e bën udhëtimin më të shkurtër e më të ngrohtë, duke sikur vetë malet po i përgjigjeshin çiftelisë në një dialog të hershëm mes natyrës dhe folklorit. Më pas rruga e vazhdon përgjatë Luginës së Kirit, një prej peizazheve më të bukura të Shqipërisë veriore. Lumi gjarpëron mes maleve madhështore, ndërsa natyra e paprekur të shoqëron në çdo kilometër. Por rruga nuk është e lehtë. Pas segmentit fillestar, udhëtari përballet me vështirësitë e një aksi që prej dekadash pret investime serioze. Deri te Guri i Mashës, rruga mbetet një sfidë vërtet. Gropat, rrëshitet e dherave dhe kthesat e ngushta dëshmojnë se kjo zonë ende përballet me izolimin. Jo shpesh, po për diela shpesh është. Okej. A është e vështirë për ty? Po si rrugë është e vështirë, po e bojmë se këna venin tonë të ne edhe detyruar me dalë. Si vështirë, si lehtë dalim pa herë. Mirë, ma unë këto punime sikur s'po i shoh këtu. Shu ka qenë rruga edhe para 20 vitesh. Po çfarë punime do të bëhet mos i. Dikur pranë Gurit të Mashës, gjehem mjaft banor që ndalnin për një pushim të shkurtër, por më shumë për të takuar e biseduar me njëri tjetrin. Sot rrallë mund të gjesh, ka dëshmon braktisjen e zonës. Më tej rruga e njohur e Pultit bëhet edhe më sfiduese.
Në disa vende ajo kalon buzë humnerave dhe shkëmbinjve, duke të falur pamje spektakolare, por duke kërkuar edhe kujdes maksimal. Megjithatë, çdo vështirësi shpërblehet sapo i afrohesh planit. Është shumë e rëndësishme me kë u thon drejt planit. Mund të jesh në grup shoqëror, por do të ishte e këshillueshme shoqërimi nga një person që i njeh këto anë. Ti mund të kalosh fare pranë vendeve të jashtëzakonshme dhe të mos kesh as pak informacion për to. Si rrjedhoj, as nuk e vëre fare ekzistencën e tyre. Për shembull, kjo që shihni është kalaja e Spanit. Në Pult, duhet ta dini se është prodhuar kambana e kishës me peshë 200 kg, me lartësi 1.2 metër dhe një kala mesjetare, ajo e Spanit. Pulti dikur është konsideruar si qendra e principatës së Pulatit të hershëm. Ndërsa në këtë shpatin këtu është shpedha e Çokut, por kërkon një ditë tjetër udhëtimi për ta eksploruar nga afër. Plani të shfaqet si një parajs e fshehur me smaleve, livadhe të gjëra, pyje të dentura, ujëra të kristalta dhe ajër i pastër krijon një peizazh që rra dhe gjen diku tjetër. Kjo është një tokë ku natyra ende sundon dhe ku qetësia bëhet pjesë e shpirtit të vizitorit. Pulti ka 7 fshatra me rreth 3500 banor. Në dimër deri para 5 viteve numëroheshin 900 banor. Asnjë fshat nuk është braktisur pavarësisht infrastrukturës. Sot në Pult janë ende rezident dimërver 50 familje. Në bjeshkët e gjurajve është nxjerr material i butë me të cilin janë bërë monedhat e para në arbër dhe vendet fqinje. Në Pult e ka burimin Lumi Kir, i cili është kthyer në një atraksion mjaft të frekuentuar nga pushuesit. Për fat të keq, për shumë vite këto bukuri kanë mbetur të pashfrytzuara. Potenciali turistik i planit është i jashtëzakonshëm, por mungesa e investimeve në infrastrukturë e ka mbajtur zonën larg zhvillimit që meriton. Vetëm bisedat me miq ta heqin disi emocionin e keq që të krijon rruga, e cila mund të konsiderohet ndër më të vështirat në të gjithë Shqipërinë. Ila një pikë të, ndoshta në pikat e bukura që ka plani, e kështë të poshtë kemi një ujvar fantastike, për cilë 1908 erdhi dhe Durham. Në kartën tjetër kemi një vepër tjetër, si është dogana carinave, quhet carina, doganë mesjetare, dhe në kartën tjetër kemi qytetin e Boksit, ose kalani e Spanëve. Lumin e Kirit, janë disa vaska fantastike, natyrore, pusi i bardhës, pusi i turqve, që kanë mbetë me këto toponime. Në kartën tjetër sipër, kemi edhe një kishë mesjetare, kisha ndoshta edhe më vjetër e zonës që është akoma, historikisht a zonë si vetë qeverisë. Poshtë këmbëve tona ndodhet vendi i quajtur Puset, i cili do të ishte mirë të vizitoj nga afër për të shijuar vrullin e Kirit, i cili e ka grykderdhjen nga shpati malor, fare pranë dhe të shijosh format shkëmbore të krijuara aty. Është një vend fantastik për hiking, pikërisht kjo pjesë e planit ndodhet në kryqëzimin e rrugëve që shkojnë. Anena është fshati Ducaj i Shkrelit dhe nga Ducajt është rruga këmbësore që vjen në plan. Shmatan tjetër është qafa e Bishkasit që vjen në plan dhe në krahun tjetër është qafa e Bushit. Vende fantastike për të shkelur me këmbë. Historia e planit është e lashtë dhe krenare. Kjo trev ka qenë vatër traditash, qëndrese dhe kulture.
Nga këto male kanë dalë burra të urtë, adhetar, Arsim Dashës dhe figura të respektuara që kanë lënë gjurmë në historinë e Dukagjenit dhe më gjërë. Patër Geg Lumaj është shpallur qytetar deri nga presidenti i Republikës. Si mund t'i harrojmë në figurat në përmasa kombëtare që kanë linë rritën këtë vend? Patër Geg Lumaj, politologun e madh në përmasa kombëtare që të njohim tanë, Zef Mala, Jak Marleka, i cili është një pasuri kombëtare e Italisë sot ku krejt studio e tij është një vlerë kombëtare e Italisë. Ata që banojnë këtu të qojnë në vendet të magjishme ku arrin të shohësh të përmbledhura bukuritë së largu. Nga do të shes syri, përveç kurorës së maleve, edhe i gjelbërimin e tej skajshëm ku gështenja është mbizotëruese. Pulti ka në sipërfaqen e tij 2200 hektar gështenja, më shumë se Tropoja, Shkreli, Shala e Shoshi. Sëmundjen po e kalojnë, por ka nevojë për krahasitje. Vendi është i pasur me fruta të pyllit, misër, patate, domate, çdo gjë bio. Jemi mbi 800 metra mbi nivelin e detit. Në këtë sond historik dhe natyror u zhvillua festa e çeljes së sezonit turistik dhe inaugurimi i bujtinës Bleta, një investim që sjell një frymë të re për turizmin malor. Vend për ne ka vlerë jashtëzakonshme sepse këtu është shkolla ku kemi marruar shkollën 8 vjeçare. Bujtina Bleta është bujtina e parë që hapet në këtë zonë. Është një sinjal për gjithë qeveritarët që kanë braktisë këtë vend. Jojmë nga zemra që t'jetë frymëzim edhe për tjerë ku shka mundësi që t'i kthehet këtij vendit mrekullueshëm. Jo sa është vend linja jonë, por është i vend me gjitha bukuritë natyrore që mund të ketë kriju Perëndia. Është një shembull shumë i bukur për gjithë banorët e planit dhe për gjithë këtë vend si ka bërë ky kushë me fjalë, këtë bujtinë të bukur dhe shpresoj që të jenë sa më shumë tjera. Unë kam kanë shumë vende të ndryshme në gjithë botën e pa diskutim që sot është një ndër ditë më të bukura dhe për mua ky event, ky bashkim që ka bërë Vaseli ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Duhet ta falenderoj Vasel Bletën që na ka ftuar dhe na ka mbledhur sot këtu. Edhe përgëzoj këtë djalë që me munë edhe me sakrifica ka arrit me bën diçka në vendin e vet. Vis sot për Italiet ka marrë mulltu mram, ka marrë natën për me marrë pjesë sot në këtë aktivitet të mirë këtu te Vasel Bleta, i cili hapi dyert e bujtinës tij për me prit këta njerëz dhe bujtina e parë që po hapet në zonën e Pultit. Është një kënaqësi e madhe për mua dhe për gjithë fshatin e planit. Unë si nipi planit, se më dha nipi planit, njem krenar, si nipi Nerdaj kanë pa thanë. Për këtë aktivitet, i uroj si të ecin marrë mirë, për njerëz punëtorë si ky, kena nevojë shumë. Është kënaqësi që na sot në bajrakun e planit, edhe kena ardhur me një kënaqësi shumë të madhe. E përgëzojmë Vaselin për këtë investim që ka bërë dhe kisha me thënë të gjithë sa do pak me mujt me bërë me hap në aktivitet edhe marrë me jetu në shtëpijat normale, domethënë mos me lanë shkret këtë vend. Është një vend që arrujt traditë e kulturë e shqiptarisë, me fanatizëm është rujtë në këtë zona. Kjo është vend i bukur përse se është vend që t'jep nostalgji. Unë jam banali, domethënë jam këtu për gjurave të planit.
E ka vite që jetojnë në Itali dhe bukuria natyrore të jashtëzakonshme dhe sinqerisht e përgëzoj Vaselin për ftesën, për punën që po bën edhe uroj që çdo njeri që ka mundësi me investu në këtë vend, është vendi më i duhur, më i përshtatshëm sipas menimit tim. Unë ka 35 vite si jetoj në Kurbet, edhe viset me kënaqësi të madhe këtu me marrë pjesë në këtë aktivitet edhe në hapjen e biznesit ti. I uroj fat marrësi në familje ti, edhe inshallah i shkon marrë mirë puna, edhe i uroj si ta kalojmë sa më mirë sa të kënaqemi me gjithë bashku, gjithë të ftuam si jemi këtu. Që herë në mëngjes, të zotët e bujtinës Bletaj kishin marrë masa, duke e nisur me një traditë të bukur, pjekjen e fërliqeve. Kurse në ambientet e brendshme, çdo gjë gati për të pritur mysafirët e shumt. Falenderojmë edhe Vasel Bletën, edhe ju urojmë shumë suksese në punën e tij, në biznesin e tij. Edhe ky besoj që është i shembull i mirë për të gjithë emigrantat Dukazhinës. Unë jam vetë që kam zgjedhur me jetu këtu, që kam ndërtuar shtëpi në Dukazhinë, në Thet. Edhe inshallah është i shembull i mirë për të gjithë Dukazhinësit që janë në emigrim edhe po ashtu lloj. Kanë udhëtuar nga larg, kryesisht Shkodra, ku dhe banorët më të shumë nga kjo anë e kanë ndërtuar jetën aty, pasi mungesa e infrastrukturës i detyroi ata të jetojnë diku tjetër. Por ajo që u bë motivi kryesor për të ardhur këtu është bujtina Bletaj. Por le të mësojmë më shumë për punën e bërë dhe pronarin e saj Vaselin. Unë ja kam nisë me pandaritin, ja kam nisë një gjë, kam le rritje më 16 vite. Dhe ka 2 vite pa ka shumë si kam nisë me punu. Ka 20 vite në 2000 kam ikë prej këtuit, edhe kam shëtit në për botë, në Itali, Greqia, në këtena, por kam po se kur më mirë se këtu nuk është. Vaseli është rritur këtu deri në moshën 16 vjeçare. Pastaj, si shumë të rinj të tjerë, bëri përpjekjet e tij për ta kërkuar mirëqenie diku tjetër. Ai ka emigruar rreth 10 vite me shkëputje dhe vendosi se ardhmja e tij duhej ndërtuar në vendlindje, në plan. Rri me shtëpi në Shkodër, kom në Shkodër, por gjithsesi, funit më mirë se këtu nuk është askund. Shtëpia ka kanë shtëpi shumë e mirë dhe nevojtë ka baba, gjyshi kanë një kes me ndërtuar dhe në mundë me bë bujtrinë në nimin e Zotit, pe bajmë po ecim sa më përpara. Ndërtimi i bujtinës u prit me skepticizëm, pasi njerëzit e lidhin ndërtimin e saj me largësinë nga zonat urbane, infrastrukturën rrugore të dobët e të tjerë. Faktikisht kur e kam pas dëgjuar për 2 vjeç, kam menuar se nuk e dija do t'ja dal, do t'ja rrisin këtë punë nga që janë si zonë pak e thellë malore, por ky me forcat e tij ja ka dal, ja ka arrit me gjë. Uroj se shumë tjerë që të kopjojnë këtë zotninë dhe të ecin sa më përpara ky vend. Në qoftë se më kanë thonë për shembull 100 vjet vazhdo se i e mirë, 1000 vjet më kanë thonë mos vazhdo se nuk tec. Nuk u mërzitet ti? As i fije se mërzit. A nuk e kishe fare me dyshim? Fare se kom. As nuk kem tani mas se fije. Ajo nuk nisi nga e para dhe pse mundi është kaq i madh sa sakrifica barazohet me nisi nga e para. Por është një restaurim i kullës së të parëve, ndërtuar shumë dekada më parë. Sot është ditë e shënuar për planin. Hapet zyrtarisht bujtina e parë në plan. Hapet sot. Ai është e hapur edhe shumë vite më përpara. Edhe në vitin 70 afërsisht ka keni bujtinë ndër shtëpiat e bukura të Dukazhinit. Jo bukurat, por më bukura në Dukazhin. Vitet 70 e kanë hap gjyshi dhe baba i tij. Ka kanë një vend i mrekullueshëm, një oazë ka kanë. Kur shëpinte këtu, Flente, e nata, unë shëpinte dhe si vit, po kishte kërvatat, dhomat dhe prite gjithkush me një bujari të veçantë. Bujtina Bletaj është fryt i mundit, këmbguljes dhe dashurisë për vendlindjen. E ndërtuar me përkushtim në zemër të planit, ajo tashmë ofron kushte mikpritëse për turistët që kërkojnë natyrën, qetësinë dhe traditën autentike shqiptare. Kam arrit një gjë mirë dhe besoj dhe tash për sa ku se kam nisë kam arrit shumë mirë. Kapaciteti është besoj se shumë shpejt i bëj 26 persona me fjet. Serondi poshtë, rezervuari i trupës, si mjet nuk mune bërë se vjetë edhe pishinë me nimin e Zotit. Vaseli është një shembull, ai si ka iniciativë, lëvullnet gjithçka mund të arrijë. Vaseli gjithçka me dirz, me këmbgulje,
dhe ju urojmë nga zemra me pas shumë si Vaselin kjo zot. Vlerën bujtinës pritet ja shtojnë prodhimet bio që do të sigurohen nga vetë ajo, por dhe banorët aty, duke u dhënë mundësinë edhe atyre të rrisin kapacitetet e punës. Mikpritja e familjes Blejta ishte ajo që la mbresën më të veçantë. Mysafirët u pritën me zemër të hapur, me gatime tradicionale, produkte bio dhe respektin karakteristik të malësorëve të Dukagjinit. Vasel Blejtaj është kujdesur edhe për ndërtimin e një rezervuari që në këtë vend të mos mungojnë as rrofta. Nga ana tjetër, këtu parkimi është i bollshëm dhe ka vend mjaft edhe për vizitorët që vinë me rëllotët e tyre. Mund ta konsiderojmë si një biznes familjar, ku vajzat e Vaselit po u shërbejnë miqve të shumë që kanë ardhur ta përgëzojnë familjen Blejtaj për punën e bërë. Vaseli është baba i 6 fëmijëve, 2 djem dhe 4 vajza. I pyetur se është i kënaqur që po inauguron bujtinën sot, ai shprehet. Shumë i kënaqur. Çfarë do ju thojë atyre emigrantëve që e kanë 2 lekë më njane, s'diku ta çojnë aty Jo thëmë se në tënë buhet më mirë se këtu nuk i shpenzojnë. Po këtë nga linë e rritë këtu, gjithë ata si kanë ikë në emigrim nuk o zi qoj i leku, është dheni nuk ke nevojë të shifë vetë, të shefë vetë, pa në ramen sigur është edhe nuk ke nevojë me bo thira kujkuj. So është konë në pluën, nuk ke nevojë shifë malin se si është e ujtë e gjiqoj, është ka falë zotë e gjiqar. A do bëjnë që lofë që se i shkon me një dhe dikuj tjetër për bujtin? Të shola dënë zotë dhe i bojnë tënë plani e tënë Dukagjini më të mira se të njëtë. Por ne nuk mund të lëmë në hije problemin e rrugës. Janë vetëm 37 kilometra për të ardhur deri këtu, dhe rruga mbetet emergjenca e parë për këtë vend. Çdo njeri që ban diçka në vendlinjen e vet meriton një respekt veçantë prej të gjithëve, në mënyrë të veçantë duhet të ketë një vëmendje të madhe edhe për institucioneve. Nuk mundem me anashkalu faktin që na kena bën shumë orë më arë prej në Shkodër, që kilometra janë pak, por është një turp i madh për komplet sistemin të majtë gjatë kush do të qofshin ata, gjithë ata që kanë marrë rrogat nga taksapaguesit shqiptar edhe kanë lanë rrugën e Dukagjinit me shku në këtë gjenje. Nëse kanë sa do pak nërgjegje, pa dyshim që duhet të njihen të tërpërum para Dukagjinësve dhe para gjithë atyne taksapaguesve që me kontributin e tyne sigurojnë punën e tyne, sigurojnë ajrin e kondicionum dhe kushtet luksoze. I bëjë thirrje shtetit, dhe shala dënë zotit dhe sa këna njës tonë ka pak edhe shteti i fjepove në ndurin rrugën, me në animu sa dhe pak me dritat, pak me rrugën, alë s'pëta e zotë jetër vetëm... Presat i kena që do da një rruga, edhe besojnë zotë se ka me pa zhvillim, me një zotit gjithë Dukagjini. Të pak bashkia, jo, shumë, pak shumicën e ka ba populli vetë, atë më kanë lanë dikush pak, dikush shumë, dikush si mas mundësive dhe... Ky vend këtu është një mrekullie natyrës. Ky vend këtu, fshati Plan, ka histori të jashtëzakonshme dhe ka vlera historike, ka vlera të larta edhe turistike, pra për një atrakcion të niveleve të larta turistike. Tu ka klimin e mirë, ka ujin, ka çdo gjë. Nuk i mungon asgjë përveç se vëmendjes së institucioneve. Si mund praktizet ky vend tonë kjo qendrës historike me 82 dëshmorët e Planit, të cilët kanë dhënë jetën për këtë troje. Prandaj ky është një mesazh për gjithë emigrantët kudo në vëllën e botë, që ta kthejnë kokën nga ky vend me ato mundësitë e tyre dhe mos ta lënë vetëm Vasel Bleten, por të restaurojnë kullat dhe vendlinjen e tyre. Këngëtari me njohur Pëllum Vrinca e ka shtuar revoltën e tij duke u kujtuar të rinjve nga kjo zonë që kanë hyrë në politikë ta kenë parasysh përgjegjësinë ndaj vendlinjes së tyre. Kam pa se vitet e fundit ka disa të rinj Dukagjinas që janë ba pjesë e politikës. Më vjen shumë mirë sepse janë edhe të rinj që kanë integritet, të rinj që kanë kulturë, të rinj që kanë pasionin edhe që vinë prej familjeve të nderuara të Dukagjinit edhe për këtë më vjen shumë mirë. Ama uroj me gjithë zemër se ata të kenë kompetenca dhe t'ju jepen kompetencat e duhura që bajnë diçka për Planin dhe për Dukagjinin në tërësi. Edhe inshallah nuk kanë me u ba prej sistemit, por të funksionojnë dhe të shërbejnë komunitetit, ju shërbejnë atyne të cilët i kanë votuar.
të vjen keq që Shqipnia është braktis, e kuptohet qartë se është braktis vetëm e vetëm se shteti nuk ka ofrua asgjë. Në shumë raste, kur mundohen me bërë diçka e shoh se ka sulme dhe nuk i lanë, janë shtetit partë ata që nuk i lanë me ndërtu, nuk i lanë me punu, nuk i lanë me jetu, kështu që do të ishte shumë mirë me kanë një plan veprimit shumë i qartë që me i lecu mos me pas burokracina, me pas institucionet këtu, komuna, me pas autoritetin e duhur, mos me pas nevoj për çdo gjë me shku në Shkodër, me shku larg, me bërë gjithat mundat sakrificë për me nërtu diçka që nërtohet vlen për të gjithë. Pra, kjo është e mira për bashkët. E nëse Vaseli ka nërtu diçka ose çdo njeri që nërton diçka në vendlinjen tonë, ajo nuk është vetëm e mira e tij, por është e mira e komunitetit, është e mira e gjithë shqiptarëve. Ajo që jep më shumë vlerë këtij investimi është fakti se është e para në këtë zonë dhe si e tillë shërben si një dritë shprehse për gjithë planin, duke sjellë në vëmendje të turizmit këtë zonë të lënë totalisht në harez. Nga ana tjetër, gjithnjë dhe më tepër vizitorët përkërkojnë vende të reja për të eksploruar dhe kjo bujtinë pritet të kthehet në qendër të vëmendjes për ata që duan natyrën dhe aventurën. E pra, ky është vendi ideal për ta vizituar dhe qëndruar këtu. Pikërisht është një vend që duhet me vizitu. Edhe nga natyra, edhe rinin, burrat i kanë të mirë, zona e planit i ka pas gjithmonë. Në festë morën pjesë banorë të zonës, emigrantë të kthyer për këtë ditë veçantë, përfaqësues institucionesh dhe shumë vizitorë nga Shkodra më gjerë. Për disa orë plani u mbush sërish me gjallërinë që dikur e karakterizonte. Besoj se do ta mbështesim të tonë do të fillojmë turizmin. Po është më kurajozi Vaseli, ai doli më forti, më kurajozi, por ai jep zemër të fillojmë, japim një dritë jeshile planit për më rikthy në zonën tonë, në vendbanimin tonë. Unë i uroj Vaselit me gjithë zemër, mora vesh që ka 6 fëmijë, edhe pse jam prej venit na kanë da kurbetje dhe jena prej një venit, por se kam pas informacionin se çfarë familjet ka 6 fëmijë, uroj me gjithë zemër që t'i rrisin me shnet e me marsi e inshallah e trashëgon bujtinën dhe të mirat e këtij venit në përpresa. Uroj gjithë të mirat me këtë rast përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë dhe gjithë mërgjimtarët që japin çdo njeri që jep sado pak kontribut në vendin e tij, inshallah ka bekimin e Zotit dhe marsi. Atmosferën e ndezën këngëtarët e ftuar, të cilët solën këngë popullore dhe patriotike. Valle, duartrokitje dhe buzëqeshje shoqëruan çdo moment të festës. Ishte një ditë që bashkoi breza dhe kujtime, duke rikthyer në plan emocionin e jetës së dikurshme. Mesazhi i kësaj dite ishte i qartë: plani ka të ardhme. Potenciali i tij natyror, historik dhe kulturor mund ta shndërojë në një prej destinacioneve më tërheqëse të turizmit malor shqiptar. Ne do t'japim një përmbledhje të programit artistik që u paraqit para të pranishmëve e që i dha një vlerë të shtuar çeljes së sezonit turistik në Pult, konkretisht në oborin e bujtinës Bletaj. Mirë se keni ardhur në zemrën e Dukagjinit. Mirë se keni ardhur në planin e bukur. Aty ku natyra flet me gjuhën e paqes. Në fundit këtu mikpritja është traditë dhe ku çdo gur mban një histori. Sot kjo fest ka një domethënie edhe më të veçantë, sepse bashkë me çeljen e sezonit turistik në Pult, në plan konkretisht, ne inaugurojmë edhe çeljen e bujtinës së parë në plan. Një duartrokitje shumë të fortë për bujtinën Bletaj, konkretisht për Vasel Bletaj. Edhe në këto momente vazhdon të punoj, ka 2 vite që po mundohet për ngritjen e kësaj bujtine dhe siç e dim të gjithë investimet të tilla, sidomos kur bëhen nga një njeri vetëm, ka një sakrificë, një mund të jashtëzakonshëm. Pas një emigrimi prej 10 vite shko dhe hajde, ai rikthehet pikërisht në vendindjen e tij dhe vendos të ndërtoj këtë bujtinë. Kam përshtypjen edhe unë apo dhe shumë të tjerë kemi qenë nga ata që kemi dyshuar dhe kemi thënë pse po e nis, po është vend shumë i largët, po nuk është rruga, dhe ju e dini klimën e përgjithshme të shoqërisë sonë shqiptare, kur dikush ndërton diçka, ne mundohemi gjithmonë t'i nxjerrim pengesa, ta mundojmë me dyshimet e pafundme, por ai tregon një vullnet të hekur, të ndoshta për këtë vullnet në radh parë kthehet në një model për shoqërinë tonë, e pastaj lumshin duar për këtë bujtinë të bukur, e cila së shpejti supozoj do ketë kapacitete për 26 persona, dhe shumë shërbime të tjera që do ofrojnë gatim tradicionale të tjera me radhë që do të kemi mundësi edhe gjatë prezantimit t'i themi her pas here. Prandaj bravo Vasel Bletaj për këtë punë të mrekullueshme që ke bërë këtu në plan, e nuk është gjë e vogël, bujtina e parë në plan.
Ju lumshin këmbët edhe juve që keni ardhur sot, e që bëm atë rrugë të vështirë, 37 kilometra janë të shkretat, po i bëm gati 3 orë. Tani 3 orë i bëm se po egzagjerojmë pak, edhe me një ndalesë të bukur. Hera parë që filmuam disa pamje të mrekullueshme, për shembull nuk i kemi parë, kemi ardhur, kjo është hera 4 si televizion, nëse do flas në emër të një televizioni, që vim tek festa e qereshit, kemi ardhur deri këtu te Bujtina 10, por pamjet i patëm me celulare as pak me kamer. Sot jemi me kamer. Kemi parë vende të mrekullueshme, mezi po presim që t'ja transmetojmë teleshikuesve të shumt. Ky transmetim t'jemi të ndërgjegjshëm, nuk është se këtu do të vinë furgonat njëri mbas tjetrit, pra ndoshta shpejt për të kapur ritmet e thethit, por gjithsesi do tërheqim vëmendjen. Njerëzit janë të etur për të parë vende që kanë histori kulturore, histori mira vjeçare, që bëhet përpjekje nga banorët e për më tepër mikpritja shumë e madhe. Megjithatë, edhe për këshërinë e shumë teleshikuesve, do thoni ju cilët teleshikues do na ndjekin përmes këtij reportazhi, materiali filmik do shpërndahet për të gjitha mediat në Shqipëri. Kanë mundësi ta bëjnë një kronik të vogël, ndërsa e zgjeruar me intervistat e personave që kanë dhënë një opinion të tyre, një mbështetje të tyre do të jepen në TV1 Channel, gjithashtu dhe në 2 televizione shqiptare në Michigan, Alp Dreams Televizion me pronar Rush Dragun dhe ACTV me korçarin Eduard Daliko. Shpresojmë të ketë një përkrahje shumë të madhe në rrafar morale dhe ajo që na intereson të gjithëve të tërheqim vëmendjen e opinionit dhe jo vetëm turistët e huaj që vinë me motor e ndonjë që mundohet jashtëzakonisht që vjen me biçikletë deri këtu, por edhe në atë rrugë me një makinë të mirë ne mund ta përshkojmë, por shpresa më e madhe mbetet rruga. Të gjithë e dimë, nëse nuk ka rrugë, nuk ka zhvillim në një zonë. Dhe le të shpresojmë që do të ketë një përpjekje edhe më serioze, fal edhe lobimit që do bëni ju, kërkesat që bëni ju, për të sjellë një rrugë më të përmirësuar edhe plani të marrë zhvillim. Për teleshikuesit unë do të thoja që Pulti ka 7 fshatra, bile dhe mund të më korrigjoni, sidomos kur them numrin e banorëve, në fundit në gjendje civile që janë të Pultit janë 3500 banor. A jeni dakord me mua? Apo më shumë po më thuhet këtej? Atëherë në dimër deri para 5 viteve numëroshin 900 banor. As një fshat nuk është braktisur pavarësisht infrastrukturës. Sot në Pult janë ende rezident dimër ver 50 familje. Pulti është konsideruar si qendra e principatës së Pulatit e hershëm. Patër Geg Lumaj është shpallur qytetar nderi nga presidenti i Republikës. Këtu është krijuar një traditë shumë e bukur dhe nuk është krijuar vitet e fundit pavarësisht se në media duket sikur ka 4 vite, në fakt ajo është e vitit 1940. Dhe është festa e qereshit, që festohet më 15 korrik. Traditë kjo rrënjosur dhe mbështetur vite më parë nga banorët e zonës. Këtë vit, nëse do të kemi një organizim, është 111 vjetori i luftës së Planit kundër pushtuesit serbo-malazes. Një kuriozitet që besoj ngjall këshëri dhe krenoni me këtë kur e tregoni. Edhe lëvizi nga kjo zonë, shkoni aty ku banoni. Monedhat e para në arbër dhe vendet fqinje është nxjerr minerali në bjeshkët e gjurajve. Një material i butë që janë prodhuar këto monedhat para. Kambana kishës me peshë 200 kg, me lartësi 1.5 metër dhe një kalam me sitare, ajo e Spanit. Në Pult e ka burimin Lumi Kier. Atje ne e shijojmë rrjedhjen e tij, bëjmë banjo diku aty në Prekan, por sa burr do ishte të vinim e të shikonim aty ku buron, pikërisht në këtë vend. Është një atraksion shumë i frekuentuar nga pushuesit. Ndalim pak të gështenjat, ja tavolina aty jeni në hijet e tyre. 2200 hektar gështenja, Pulti, pra ka një sipërfaqe të tillë, më shumë se Tropoja, Shkreli, Shala edhe Shoshi. Nuk kemi xhelozi këtu, a? Ja. Po këto janë të faktuara. Këtu janë frutat e pyllit, misër, patate, domate, çdo gjë bio. Nëse do pyesni sa metra jemi mbi nivelin e detit, vazhdoni më korrigjoni, deri tani s'më keni korrigjuar. 800 metra jemi këtu. Apo jo Vasel, pak a shumë kaq. Razma është 900 metra, Lepusha 1200 metra, po mirë jemi. Edhe 800 metra është mjaft mirë. Kemi bujtinën e parë, ka disa përpjekje për gjatë luginës së Kirit edhe për bujtina të tjera dhe kjo është gjë e mirë. Kur e pyetëm Vaselin pak më përpara, atë vjen keq nëse dikuj tjetër, ja për shumë aty djali që jeton në Itali dhe që i morim një intervistë më përpara. Nëse dikush tjetër ha bujtina, atë vjen keq ty Vasel. Vaseli u gëzu. Sa më shumë bujtina të hapen, aq më shumë tërhiqet vëmendja e vizitorëve, sepse do shkojnë për drejt te Vaseli e për darkë tek bujtina tjetër. E kështu do të bëjmë atë rokadën e vizitave tona. Ajo që është më e rëndësishme është mikpritja juaj, ku vendimi me banorët këtu, njerëz të qetë, të dashur, të rrëfejnë histori pafund,
rrugës kishim një udhërrëfyes shumë të mirë, dy vëllezërit tanë, që na treguan pika turistike dhe faleminderit që na i treguat ato sepse nuk ishim fare informacion deri tani. Udhëtimin e parë realisht e kemi bërë sot nuk erdhi, por ishte planifikuar që vinin me të, me Mira Shkronin, një shofer shumë i mirë dhe i Zotit, pak të emri këtu i doli, por dhe me shoferët e tjerë që kemi ardhur gjatë djali këtu. Gjë e parë kur hypim në një furgon e pyesim, sa vite je shofer ti? A e ke bërë shpesh të rrugë? Edhe tha 17 vite, po mirë qetë, do shkojmë shëndosh deri atje. Dua të përmend një fakt me kontributin e banorëve dhe emigrantëve, 4 vite më parë u bë mundur inaugurimi i rrugës së Gjuraj. Gjatësia e kësaj rruge nga Qereshi ishte 3.5 kilometra. Unë mund të them dhe shumë gjëra të tjera, por këto mbeten për t'i thënë në reportazh dhe nuk dua t'ju lodh sepse gjithë kemi ardhur për të festuar, të kaluar bukur këtë çelje të sezonit turistik në Pult. Le të kemi 2 përshëndetje në hapje të një programi artistik të këtyre artistëve të mrekullueshëm që si gjithmonë nuk do e linin Pultin jo thjesht pa vizituar, por pa krijuar atmosferë duke respektuar edhe Vaselin për mundin e tij dhe sakrificën e tij për këtë bujtin. Zakoni në Shqipëri do që i zoti i shtëpisë, domethënë i njësisë Pult, të bëj një fjalë hapse dhe unë do të ftoja këtu administratorin e njësisë, zotin Aleksandër Roku për një përshëndetje. Përshëndetje tonë, mirë se keni ardhur. Këtu është Bujtina Port Glan, Vasel Blec, ju uroj suksese te sa më marr. Edhe shpresoj edhe banorët tjerë që të kontribuojnë në përshpijat e tyre që të hapet sa më shumë turizmin në zonën e Pultit, sa është një zonë shumë e bukur. Edhe nuk ka asnjë gjë më shumë thesi se sa Pulti për bukurinë natyrore. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Kur i nxorëm ato videot para një viti, të gjithë komentet vën që thonin bravo, pjesa më e madhe ishte o Vasela ke me letra se ta shëmbin. Tha Vaseli, kjo ka qenë shtëpia e prindërve të mi. Dhe dua të them edhe një fakt që jo se ma tha Vaseli, dhe është mirë kur flasin të tjerë mirë për ty, se për të mburemi të gjithë ne. Dhe më thanë që babai edhe gjyshi Vaselit gati e kanë pas të bujtin shumë dekada më parë. Prisin e përcjellin miq, pa pagesë atëherë. Vaseli sot e ka me pagesë. Ka ndryshuar kohrat, jemi në 2026-ën, po ju urojmë shumë suksese, se ka bërë punë të madhe. Vasel, po sikur ti thuash vetë 2 fjalë këtu. Për përshëndetje nëse keni ardhur, ja prit zoti morë familjes për respektin tonë. Edhe uroj të gjithë të çajni këtu dhe kush nuk është këtu, të bëjnë të gjithë Bujtina sa më shumë dhe i shohat të tonë më të mira se këmbon. Në mërë zotit tonë. Mira, jemi gati për një program artistik herë. Kemi artistë mrekullueshëm edhe i herë unë do doja t'i falenderoja për zemërsisht që zgjodhën edhe nuk nxorën as janë kesë, more jo po kemi aktivitet atje, jo po këtu nuk i bën bisht. Erdhën me shumë dëshirë. Edhe me një vullnet mjaft të mirë. Dhe për të hapur programin, e kush më mirë se Frank Kodra do e hapte, kantautori jonë që na nderon në Shkodër e kudo. Me një këngë që e meriton të filloj ky program, Pulti Vjetër. Në emrin e grupit muzikor dhe tyre artistave, në emrin tuaj, emër për emër, në emrin dhe gjitha tyre që me zemër janë këtu Vasel Bleta, të uroj marsi dhe gjithat mirat për ty, familjen dhe shoqërinë tonë. Unë do t'ju përshëndesim me këngë për Plan Gjuraj, e cila paraqet një historik të shkurt të këtij fshatit me plot lavdi. Faleminderit.
se o pa të zan, ati e në gjura i kryt pa me lan, a i të dë noka me të dë vla, ky Lumiani e ka pasra, ne i kollevatar a në pazar, o licmeta i ka me dy fjall, njat alti nuk ta duma, me reksoje nga të dynja. Faleminderit Frank Kodra. Ne e tham pak më përpara bëm sakrificë që përshkuam ato kilometra, por ka të tjerë që jo vetëm ato kilometra, po i kanë hyrë edhe avionit, kanë lënë punën atje në emigrim. Dhe një këngëtar mjaft i mirënjohur në këtë anë është Agron Tepa. Ai do të vi me një këngë, Djelmia e Dukagjinit. Nërur, pjesëmarrës mirë se u bashkume, festa e të mira gjithmonë u bashkoshim. Vasel, të uroj me gjithë zemër, shkoft marë mirë, inshallah me kam të marë me bereqet. Ju faleminderis. Hajde maestro. Që ke marru këthemër kimit, e men të malkeni me veti, mos të hupin kur veti, ku do jeni mos sharoni, prej ka vini ku po shkoni, ku do shkoshane malkopit, s'ka si t'jem të shalë se shoshit, për gjithë ka qajta konë burit, s'ka si t'jem një kaj vërdurit, në rebe se fish të banit, nuk ka kun si t'jem të kanit, bujarin e rduka qinit, gjithmon pa t'ilmija kirit, ta shmitit për t'jem të gjanit, e thot porta e Vatikanit, dhe majnë sa këllë dushmanit, kem rejtë të mrit dhe vatanit. Dhe është momenti për të ftuar një artist të mrekullueshëm që na nderon në muzikën shqiptare, dhe jo vetëm brenda kufive tanë, por edhe atje ku jetojnë shqiptarët, kudo ku ka dhënë shfaqje, dhe jo vetëm këtu në Ballkan, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëri i tij është mjaft i njohur dhe mirëpresin sa herë që viziton dhe bëhet pjesë e koncerteve të madhështore që organizohen atje. Përpara jush, Pëllum Vrincën. Tjerë përësisë është duhet që të bëjnë një dorë tërpitje për kozetën të njeri me integritet profesional që në nderon sot në pjesëmarrjen e saj. Ju përshëndes të gjithëve emër për emër. Mirë se na ka bashkuar Zoti sot. Në fermentim pununisë e marë të sipër, më thanë, je vesh mirë me kostum, me kollare, u munova sa mujta, tha që po, ku jetu i shpo për plan, po që je vesh ta, si me kanë ka shkon dasëm. Për mu nuk ka dasëm më të male, as ka vend më të bukur, aneman ku i kam rabot se kjo tokë. Unë kam lind, ku kanë lind partë tanë, që kanë jetue me sakrifisa të nalta, me sakrifisat maja, në kushte shumë herë, shumë të fshira, nështë edhe në skamje, por kanë pas një pasuri tjerë zakonshme, sepse kanë jetu në harmonimin e një tjetrin, me mish, me shok, me kumar, dhe na kanë transmetuar disa vlera që nuk i gjena s'kunë në botë, si në vendlinjen tonë. Fadnës. Vasel Blec, me gjithë zemër, juroj marsi dhe këtë bujtin e gëzoft, pas ka rujt edhe identitetin e parve, dhe me gjithë zemër edhe njëherë juroj që të ketë marsi dhe çdo djers dhe çdo mund i ti, çdo ditë që ka banë në këtë vend, inshallah jash përblend Zoti me të mira. Më falni se nështë ausgjata, unë kam nerë të malë që jena sot gjithë bashk, e falenderoj Vaselin që na ka bashkue, na bashkon e kalumja, na bashkon e tashmja, na bashkon buka që këna hangër me një tjetrin, jena linë rritë bashkën të troje, dhe sinqerisht nihem shumë rahat, nihem shumë mirë që për ju shësat. E inshallah gjithmonë o t'jem të planit bashkë me mistan, që na kanë ardhur nga shala, shoqi, malësia, e gjithë ka kanë ardhur inshallah bashkohna vetëm për gëzime e për të mira.
Due që ta bajmë një dorë trokitje edhe njëherë për Vasel Bletën dhe familjen e tij. Vasel, e gëzosh me 6 fëmijë të tu e ta priv Zoti Mare, t'jap dorën sepse jashtë çdo lloj mundësie. Kete i kalue gjitha ato pengesa me sakrifisa, me mune, me djerës ballit e ke nërtua ta priv. Zoti Mare, i duar trokitje të zjarë, ju lutëm gjitha e e gëzosh. Si djallë planit do t'ju përshëndes me kangën Jam djallë planit. Zoti Bekov planqort, kudo që janë, jam krenar dhe një me fatë që jam djallë i kësaj toke. Mirë se nga ka bashku Zoti, shkojnë. Shumë të vogël. Ose kur ta ftoj një herë këtu dhe një pyetje vetëm, nuk do i bëj shumë. E ftojmë Pamela Pronin këtu. Unë do doja një duar trokitje jo vetëm për Pamelën, por dhe babain, Florin, shoferin. E di pse duhet kjo duar trokitje? Për faktin se të paktën ata që i sillin fëmijët jo vetëm thjesht në konceptin e se do këndoja apo është artiste, po që të kenë lidhjen me velindjen dhe dije që pengesa rrugës na bën ajo që ta rezervojmë familjen dhe të vetë sakrifikohemi, por duke qenë dhe vetë shofer ka më shumë besim te timoni e ka përgjegjësi më të madhe se ka vajzën. Në cilën shkollë je ti? Unë jam në shkollën Branko Kadia. Okej, më thon pak nga je ti ku të pyes nga thua ti? Unë thom që jam nga Shoshi, sepse baba im është shoshnjan.
se ja vlen kur është fëmijë, dhe unë gjej rasti këtu t'ju falenderoj të gjithëve. Më falni se nuk ju njoh një nga një, bilet dhe zotin Gëzim Botina i pak më përpara përmes një interviste e njoha, por dua ta përgëzoj për aktivitetet e shumta që organizon me artistët nga Dukagjini në Itali dhe dihen përpjekjet e mëdha që bëhen për realizimin e koncerteve. Bravo zoti Gëzim. Unë do falenderoja, ndoshta duket si personazh dytësor, për nga roli që mund të kishte në organizim, por ai ka ardhur nga Shllaku, dikur Shllaku ka qenë i Dukagjinit, emocionalisht Shllaku i Dukagjinit është, por ka një 10 vite që e ka marrë Bashkia e VAOTD-s, megjithatë Marku përpiqet që prej 10 vitesh të promovoj krahinën e Shllakut, ka realizuar 2 festa, festën e Gështenjave, ai është ideatori dhe së fundmi i çelja e sezonit turistik që u bë së fundmi në kamping Mrekullia e Drinit, i cili sërish të organizoi dhe bravo Mark. Faleminderit që po jep një kontribut edhe për promovimin e çeljes së sezonit turistik në Pult. Mirë, ne do të kalojmë në një këngëtar që ka një hije shumë serioze, duke shumë fisnik. Ka një zë shumë të mirë, krijon një atmosferë vërtet këndshme dhe lutem ata që e marrin aktivitete të ndryshme. Bëhet fjalë për këngëtarin Noel Pietri me këngën 7 Bajrakut e Dukagjinit. Atëherë të ndërër pranishëm është kënaqësi që jam sot në plan. Vasil Bletin e përgëzoj dhe ju uroj gjithat mirë dhe i shkof marë. Faleminderit të gjithë që keni ardhur. Urojt Zotin. Respekte. Vazhdimin e programit e kjo pjesa këtej thjesht për të respektuar këtë tavolinë që është këtu ta djem. Duket sikur janë në plan dytësor, po faktikisht a dini se janë më mirë se ju. Ai kanë 5 gradë më pak temperaturën aty. A jeni mirë të gjithë? Bukur, tani besoj ushqime keni filluar të shijoni edhe ndonjë pije. Po, ne do të vijojmë me një këngëtar i cili është një artist mjaft i mirë. Ka i zë të mrekullueshëm, përveç artist është edhe një djalë punëtor që i ka dalë për Zot dhe bujtinës që ka atje në theth. Do e ftoja këtu, por dua dhe duartrokitjen tuaj. Me një këngë për Gjin Kolën, vjen përpara jush Gentian Gropa. Përshëndetje tonëve, mirë sot gjithë, mersi jeni bashkue. Bashkumi ju basha gjithmonë për mirë. Vasil Bleta, e këzoshe për parosh, e qkoft i sezoni marë. Hajde bashkë që eftë të danë. Sa herë ndjerë
janë duke na ndjekur edhe ju të loboni sa më shumë për planin tuaj. Do juroja shumë suksese bujtinës Bletaj. Ajo ofron për çdo vizitor këtu jo vetëm ambiente, akomodimi mjaft të mira, gatime tradicionale, por edhe për ata që vinë me rolot. Mund të vinë, sidomos vizitorët e huaj, megjithëse kanë filluar edhe shqiptarë që të blejnë këto mjete dhe të lëvizin dhe mund t'i ankorojnë, do thoja në tonjza, në këto bord të bollshëm këtu. Ja trofta e freskët, rezervuari nuk është vetëm për një ditë apo 2 ditë. Mua më pëlqeu që disa provuan që të shijonin kapjen e një trofte, është tjetër gjë në lum, por uji i pastër që vjen këtu e krijon atë të shëndetshme dhe prandaj ja blen për të ardhur këtu. Do ftoja çdo vizitor që dëshiron të shikojë një vend që nuk e ka parë më përpara, le të vi pikërisht këtu. Pasi mbetet një vend ende i virgjër ku nuk e kemi eksploruar aq sa duhet. Mirë, ne mund të kemi një foto që ja nisim të afërmve, por lum kush i viziton nga afër bjeshkët e planit. Ato janë shumë të bukura ende të panjohura, prandaj mirë është me këmbët tona ta bëjmë rrugën e të vim deri këtu. E me që jemi tek bjeshkët e planit, është një këngë që bashkon 2 zëra të mrekullueshëm, Frank Kodra dhe Pëllum Vrinca. Hajde të shohim njerë së bashku këtu. Ka i dorë turkitje për Franin që ka shkrua këtë këngë me shumë pasion dhe dashni për këtë pjeshkë të planit. Unë ju falenderoj gjithëve që jeni këtu prezent, por në emrin tem personal duhe me përshnet një njeri që e ka ba një fest stilën Gjan. Edhe më ka arë mirë sinqerisht që i ka bashkue duke zinin në Gjana dhe është Gzim Botinaj. Ata i dorë turkitje për Gzim. Gzim Botinaj, falenderit. Gzim, mirë se keni ardhë, jeshtë një ajote, mirë se keni ardhë, gjithë sa jeni. Le të prezantojnë ata që janë të zotët e shtëpisë.
Dhe do ishte mirë që programi artistik ta mbyllte një shtëpi sërish, po zgjodhëm atë që është më i riu ndër artist. E dëgjuam zërin e tij dhe na bëri shumë përshtypje, jo vetëm ne që kishim ardhur nga Shkodra, por edhe shumë vizitorë që kishin ardhur nga Tirana dhe thanë sa zë i mirë. Dhe është bukur kur ky vend vazhdon të nxjerrë talente me një zë shumë të mirë, i urojmë shumë suksese dhe do ftonim këtu Amarildo Gështenjën. Amarildo, unë të përgëzoj, ti ke zgjedhur një këngë lirike sot më në fund, sepse shumë patriotike dëgjuam, po kjo jotja moj e mirë me sytë e zi, besoj do të krijoj një atmosferë shumë të këndshme për të vijuar më pas edhe dreka me të pranishme. Sukses! Të përshëndetje gjithsojeni, Vasilbleta mirë se të këna gjithë, për gëzime të arqim gjithmonë, gjithë shake për unë këtë vend e gëzësh e të jetë mare mirë o zëtë. Falënderit. Është bukur kur vi nga herë edhe përshëndetje, sidomos një përfaqësues i Shllakut, një artist mjaft i mirë me një zë të mrekullueshëm, Vëllum Demaj. Hajde qëndro pak këtu afër meje. Një njeri shumë punëtor, i cili, përveç se hobit të tij që ka për muzikën, këngët e vazhdueshme që vazhdon të realizojë së bashku me videoklipet e tyre, është edhe punëtori, zoti ka një market Demaj, ku herë mbas here rrugës teksa kalojmë për në njësinë administrative Postrim, ndalemi pasi kemi kaluar Bardhaj, aty te rreth rrotullimi. Kënga që ai sjell përpara jush, Bruçaj vendi im. Ju uroj suksese dhe Vasilblet. Punë bërë. Hey, po den deri në tifte
Nëse në fillim aktivitetit i parapriu një koncert artistik, më tej atmosfera u bë më e shpenguar. Pas shijimit të gatimeve tradicionale të Bujtinës, çdo tavolinë mbushur plot me miq kënduan së bashku me këngëtarët, kryesisht këngë të krahinës së tyre, por dhe duke zgjeruar repertorin. Është bukur kur në organizime të tilla thirren të këndojnë artistë që kanë vendlinjen e tyre këtu, pasi dhe kënga u buron nga shpirti. Një moment tjetër tejet emocionues ishte kur të gjithë këngëtarët dolën së bashku e kënduan para të pranishmëve. Bujaria e Bujtinës Bletaj nuk ka të matur. Çdo mik i ardhur këtu është respektuar dhe u janë bashkuar këngëtarëve në interpretimet e tyre. Bujaria s'rin bujnia, ne për meta veç në mane, sa djerjeta s'rin shqiponja, ne për volta veç atje, dhe mjeshte nota, atje rrit, ora me zame, atje mreten, o jam detale. Një surprizë e këndshme ishte kur, pas një këmbëngulje të gjatë, vajza e Vaselit këndoi një këngë para të pranishmëve, për të cilën u përgëzua, çka dëshmon edukimin e këtyre fëmijëve me dashurinë për vendin dhe traditat. Mund të themi se ka qenë një ndër festat më të veçanta të krijuara në këtë zonë. Banorët kanë një unitet të admirueshëm mes tyre edhe pse darka po afronte, nuk e linin këngën dhe vallen. Do të largoheshim nga festat e Bujtina Bletaj me dëshirën e mirë për të u rikthyer në këtë vend dhe qëndruar më gjatë, pasi këtu i gjen të gjitha: bukuritë natyrore, mikpritjen, gatimet tradicionale dhe prodhimet bio, mundësi të shumta për ecje dhe eksplorime në natyrë. Ftesi bëjt tonë me investuar gjithkush, jo vetëm në plan, por në dugazinë tonë në Shqipëri ku janë zonat malore të investorit se më mirë nuk e shpenzojnë kur në botë. Lekun e vet ku më mirë nuk vjen se pe shef. Nëse do të marrë se vjet thot një vit përpara thot do më shkuar do të vinë verë një emigrant. Edhe të kenë leksat duan kur e ke shpirtin e birrën nuk i fituar. Në kthim një ndalesë për kafe pranë luginës së Kirit u bë momenti ideal për të reflektuar mbi atë që kishim përjetuar. Përballë nesh kalonte lumi, ndërsa mbi male binte drita arte pasdites. Teksa largoheshim, mbetej bindja se plani nuk është vetëm një vend në hartë,
Ai është një pjesë e shpirtit të Dukagjinit, një thesar që pret të zbulohet dhe një histori që meriton të rrëfehet. Dhe këtë verë, kjo histori nisi sërish të shkruhet nga Plani, nga njerëzit e tij dhe nga Bujtina Bletaj, e cila hapi dyert për të gjithë ata që duan të njohin Shqipërinë e vërtetë.